Kryeministri Edi Rama, një herë është kryetari i Partisë Socialiste, ka falenderuar diasporën shqiptare për mbështetjen në zgjedhjet e 11 majit, që i kanë dhënë mazhorancës socialiste një mandat të 4 qeverisës. Kryesocialisti përmes një mesazhi në rrjetet sociale thekson se kjo fitore mbart një mesazh të fuqishëm për objektivin kombëtar të anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Një falënderim krejt të posaçëm për shqiptarët që nga Greqia, Italia, Amerika e çdo anë e Evropës dhe botës i janë bashkuar trenit të fitores, duke bërë atë edhe më domethënës, jo thjesht por nga numrat, por edhe në radhë të parë për nga një mesazh i fuqishëm i shumicës së tyre dërmuese. Kryeministri theksoi se ky besim i ri për të rirë do të shërbejë si një shtysë mëtejshme për angazhimin drejt objektivit kombëtar, anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Ky mesazh do të bëjë dhe do të jemi më të përkushtuar për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, ka nënvizuar Rama në mbyllje të mesazhit të tij, duke uruar një ditë të mbar për të gjithë qytetarët.